Dhe kë fëmijë edhe miliona e miliona fëmijë të tjerë të cilët vriten në këtë formë, të gjithë këta e lypin hakun e vetë ditën e Kiametit. Çfarë mëkati bëra unë o Zot që nana pa baba më mbëtër mua? Gruaja e tillë e cila e mbyt fëmijën e vet në këtë formë, ai ka bërë dy krime të rënda, ka bërë krimin e zinas, immoralitetit, kontaktit të jashtëligjshëm, edhe ka bërë bashkë me të krimin edhe më të madh që është përpjekja me mshef atë krim, respektivisht vrasja e frytit, njeriu, të fëmijës me shpirt. Dhe si ndëshkim për të, në këtë dynja e ka ekzekutimin ajo. Po t'jetë shteti islam, një gruaja e tillë dhe ekzekutohet. Ajo veç nanë nuk ka. Të shku pe Kiametit, të ofru sa më afër Kiametit, gjërat e këqija të cilat i dëgjon janë më shumë se sa të mirat. Sepse përhapen dukuritë negative, bëhet fesad i madh. E fesad i madh është rrëmuj, është baraziment i vlera, çrregullime brenda ligjeve të Zotit. Në vend se vajza më martu të burri, më martu me burrë, më shku të burri me lind, ato lindin, apo njëherë bëjnë imoralitet, përhapet imoraliteti, zinaja. E pastaj me pa mundësi shumë herë, apo disa herë, me abortu në fazën e parë, të shtatzanis, dikur ma vënë më mjekët nuk guxojnë, dhe shoqër që nuk guxojnë, sepse është vrasje e një krijesë të Zotit me momentin që i hyn shpirti në trup embrionit. Është vrasje. Dhe shoqër Zotit që ligjet nuk e lejojnë një veprim të tillë. Nuk e lejojnë dhe kjo është për të përshëndetur. Tani arrin me bën njerëzit në zezë ndiko nëpërmjet lekëve, njoftësisë e tjerë. Është diçka tjetër, por zyrtarisht nuk guxojnë. Nga se humbin punën, gjobiten, burgosen, dënohen e tjerë. Sipas natyrisht ligjit fuqi. Por lindja e jashtëligjshme është rrjedhoj e moralitetit. Do të më shku rand gjanave, se kjo që e tregova apo që dëgjova tani, është pasojë, rezultat e kallabllak hapave, fesadit të mëhershëm, fesad në shoqëri, në moral, fesad, ku institucionet shtetërore, arsimore, u japin mundësinë nxënësave, të cilët janë të papjekun, adoleshent, edhe në fillorën të mesmen me bu fesad. E pastaj, pasojat vinë njëra pas tjetrës, deri tek e fundit, ku me quat fëmijë të cilën e ka fëmijë të jashtëligjshëm. Ku me quat? Dhe ja se çka bën shejtani mallkuar. Tash në këtë rast nuk pe di, sepse tash po ndëgjoj, por zakonisht kësa raste, tash mes ta marrë raste konkret. Po dhe nëse merr raste konkret, pse më të vladin ajo? Ajo të vlad, ose e ka me ujë halal, legjitim, pra me bashkëshorten e vet, ose e ka jashtëligjshëm e që në terminologjinë fetare themi me zina. Nëse ka me zina, e ka mëkatin e zinas. Nëse nuk e ka me zina, për që ati mëkati shpëton, por mëkatit të dytë, mëkatit të mbytjes, e shpirtit, të një fëmije, të një njeriu me jetë të plot, ati mëkati ati krimi nuk e shpëton. Gruaja e tillë,
e cila e mbyt fëmijën e vet në këtë formë, ai ka bërë 2 krime të rënda, secila më e rëndë se sa tjetra, por gjithsesi e dyta është më e rëndë. Ka bërë krimin e zinas, immoralitetit, kontaktit të jashtëligjshëm, edhe ka bërë bashkë me të krimin edhe më të madh, që është përpjekja me mshif atë krim, respektivisht vrasja e frytit, njeriut, fëmijut, me shpirt. Dhe si ndëshkim për te, në këtë dynja, e ka ekzekutimin ajo. Në këtë dynja, një grua e tillë duhet të ekzekutohet. Po t'jetë shteti islam, një grua e tillë dhe ekzekutohet. Ajo veç nan nuk është. Ajo veç nan nuk ka. Për ata më martëran kur thete një nën, vi thuni dreq, ose nan, po thuj një e ashtu quajtur, apo mënyrë figurative, apo heq më se thuj, po thuj një ka flartë, një dreq i larëm. Se pa pas shpirtin dreq, shejton, pa pas shpirtin nalet katil, shpirt katil shot populli. Pa pas shpirtin katil, nuk e mbyt as të hujin se lere më tanën. Qa ka faj fëmiju? Që këtë fëmij, që mbyt këtë formë, këtë mënyrë, në ditën e kiametit këngjallet gjithsesi, sikur se ne të gjithë. Dhe këtë fëmij, edhe miliona e miliona fëmijë të tjerë, të cilat vriten në këtë formë, të gjithë këta e lypin hakun e vetë ditën e kiametit. Çfarë mëkati bëra unë o Zot, që nana pa baba me mbëtër mua? E Allahu na ka tregu këta, ai na ka tregu. E ka thonë Allahu, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ajeti ka zbritur për mëkaset. Ajeti ka zbritur për mëkaset. Arabët e Mekës, të cilët një pjesë e tyne, jo krejt, i mbëtnin vajzat e tyne të posalindura dhe i varrasnin. E ndodhte me i varros edhe gjalla. Ka zbritur për ta, por kuptimi është për të gjithë ata që vinë më pas deri në kiamet e që bëjnë krim duke e vrar e vladin e vetë. Enkas për e vlad. Madje, në këtë ajet koranor, shumë herë mund të futen edhe ata të cilët e abortojnë frytin e vetë, jo shumë herë, po gjithsesi futen, pasi që të i jetë fut shpirtin e trup. Sepse ai nuk din më anku me bërtit, para ai ka shpirt. Ai ka shpirt. Andaj në mënyrë të prem, nuk lejohet në asnjë rrethon. Aborti i frytit pasi të i ketë hyrë shpirti brenda në trup. E që është pas 120 ditëve. Ndërsa nëse lind fëmiju, deli gjallë, e jep çfarë do lëvizje, çfarë do shenje se është i gjallë. Qoftë vaj, kanë, qoftë, kollitet, të shitet, të shtitet, bën lëvizje që jep me kuptu se është i gjallë edhe me njëherë vdes. Hukmi, dispozita e këtij, baraz me një plakatje, 99 vjetë është i njëjtë në shariatën islam. Shejtëria e gjakut është e njëjtë. Mbytja e këtij, po sa ka linë dorë me pak sekonda gjallë, jetë, edhe mbytja ati që ka 80 vite, 90 vite, është e njëjtë për në kamkati. Sepse është jetë e plot, trup dhe shpirt, e ti nuk ke të drejtë, qofsh edhe nana baba mja marrë jetën, fëmiju tëndë. Nuk ke të drejtë. Krimi është i barabartë, sikur se plakun, sikur se triun, sikur se gruan, sikur se burrin, nëse mbyt. Andaj kjo e shef kjo, që shë pashtran Allahu, që qëtë shejtani në kurth,
Dhe kështu përdor kur tha shejtani mallkuar. Kështu përdor kur tha shejtani mallkuar. Për një zbukuruan një herë zinan, duke thonë se kërkush nuk po të sheh. Kënaqo. Relaksohu. Nuk të vjen kje për derë gjithë. E tjerë. Dere sa ta rrinë me bind me lanë me barë. E pastaj mundohet me thonë se bëhet mirë më shefe se marrë në vesh tjerë, mënyrë që me korritë në fund. Por në fund thot ka për mëte. E vetëm ilaçi është me mytë. S'ke zgjidhje tjetër ti. Mëte. Te kur të mytë, edhe mos me kanë pa në banje këta. Ja kështu Zoti edhe masa në ishë marrë vesh. Mëte. Mënyrë që mja hub dynjan dhe mja humb ahiretin. Që atë bënë shejtani. Ja ku qënë zinaja, ja ku qënë immoraliteti. Andaj këto dukuri dohet me kap shoqëria jonë, shteti jonë, institucionet tona me kap e me analizu, me studiu. O ju njerëz, ku po shkojnë na, drejt shkafit po shkojnë. O ju njerëz, liria absolut është e të çmendurit. Nuk bëhet e çdo gjë në emër të lirisë. Liria e shprehjes, liria e veprimit, liria e dreqit. Liria absolute i përket të çmendurit. Dhe fëmiju të vegjël që në shkruan kalemi. Për ata fëmijë i vogël, 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, me bo me kap armën të babës vetë në dorë, e me njek dikën e me vra. A ka gjëna? Nuk e ka. E dën ligju se dënon, a ka liri absolute, dënon qëtë pse e ka lanë në dorë armën, po jo fëmijën. Edhe çmendurit njëjtën gjë. Por jo të tjerët. Të tjerët kanë liri të kufizuar. E pjesë e kësaj liri është edhe liria në moral, në shfryrën e jepsheve. Do t'jetë të kufizuar, sepse liria absolute për këtë shtazve dhe të çmendurve, e jo njerëzve të mençur. Allah udhëzoft këtë popull, ja Rabbi.